Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Më herët kemi përmend disa cilësi apo morale që duhet më pajis me ta dhe mos të lus me to kërkuesi i diturisë, kërkuesi i dijes. Për këtyre kemi përmend sinqeritetin, dyti është takvallahu dhe pastrimi i zemrës nga mbetjet e ignorancës, nga smundjet e zemrës. Cilësia e tretë ka qenë ambicjet e larta. Pastaj cilësia e katërt është me punu me dijen të cilën e mëson. Sot njerëzit posedojnë informata të ndryshme. Edhe shpesh herë kur e pyet ti pse s'po punon me këtë dije, nganjëherë ndodh edhe dikon me pyet pse s'po falesh, thotë unë i di krejt. Bile më ka rastis mu me disa njerëz të cilët më herët janë fal. Ma vonë e kanë lënë namazin, me thonë se unë i di krejt ato citatet, tekste që kanë ardhur edhe të cilat e kërcënojnë atë mos falsin e namazit. Atëherë pse s'po falesh, nuk di vëlla. Kështu. Domethënë shpesh herë kape njerëzve të cilët ndoshta kanë informata. Mirë po nuk reflektojnë ato informata në praktik. Qëllimi i dijes fetare, kur flasim për dijen, kemi për qëllim dijen fetare. Këtu nuk është për qëllim vetëm me grumbullu informata të ndryshme. Po qëllimi është me praktiku ato çka e din. Dhe selefi, sahabët e pejgamberit alayhis salam, tabiin dhe ata që kanë ardhur pas tyne, këta janë dalluar prej neve për arsye se qëllimi i tyre është me praktiku ato çka ka mësuar. Bile një herë Ebu Seleme ibn Abdurrahman, djali Abdurrahman ibn Aufit radiallahu anhu, ka qenë një prej tabiinëve, ka qenë një prej dietarëve. Bile përmendet se ka qenë një prej atyne 7 fukahave të Medinës. Ka qenë në një periudhë kohore 7 dietarë të Medinës që janë quajtur el fuqaha as-sab'a. 7 fuqahat e Medinës, nga radhat e tabiinëve. Në mesin e këtyre u kon ky Ebu Seleme ibn Abdurrahman, që njëkohësisht ka qenë edhe nxënësi Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, edhe nxënësi Aishës radiallahu anha dhe sahabive të tjerë. Dhe ky sahabi, ky tabiin, kur ka shkuar te Aisha radiallahu anha për me dëgju hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat ajo ja ka transmetuar këtij dhe të tjerëve, atëherë një herë pa pyet Aisha radiallahu anha, a me të gjitha ato që i ke ndëgju, i ke praktiku, të gjitha ato që cilat i ke ndëgju më herët i ka praktikuar, ka thonë ja umma, ju ka anku, ka thonë disa i kam praktiku, disa nuk i kam praktiku. Atëherë ka thonë një fjalë Aisha radiallahu anha, ka thonë la tukthir min hujijillahi alayk. Mos i shpeshto argumentet e Allahut kundër teje. Mos i shpeshto argumentet e Allahut azza wa jall kundër teje. Pra qëllimi i mësimit të fesë nuk është vetëm grumbullimi i informatave, mirë po është puna me ato që ka mëson. Dhe dietarët më herët kanë shkruar edhe libra rreth kësaj çështje, rreth jetësimit të dijes. Khatib el-Baghdadi, i cili ka vdekur në vitin 463 të Hijretit, ka një libër, Iqtida al-ilmi al-amal, dija kërkon veprimin, dija kërkon punën. Dhe ka përmend shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe prej atyne rasteve të selefit që e trajtojnë këtë çështje. Mirë po është, këtu po duhet me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është Tirmidhi dhe në koleksionet e tjera hadithi është sahih, nga transmetohet nga Abu Barza al-Islami se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi i njohur që shpesh herë përmendet nga hoxhallar të ndryshëm, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yusala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila bihi. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Ka thonë, dy kombet e robit nuk do të lëvizin në ditën e Kiametit pa u pyetur për 4 çështje. Për jetën e tij, se ku ka kalu, çu ka kalu jetën e tij, për dijen e tij se çka ka vepruar me atë dije. Me dijen e tij çka ka vepruar me atë dije. Jo a ka marrë vetëm a ka marrë dijen, mirë po çka ka vepruar me atë dije, cilën e ka mësuar, për pasurinë e tina ka fitu dhe ku e ka shpenzu edhe për trupin e tij se ku e ka shpenzu ose ku çka ka bëu me trup të tina, ka bëu gjunoha apo ka bëu vepra të mira. Ndërsa Ali ibn Abi Talib thotë në një fjalë të tina, hatafa al-ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Thot dija thret
veprën. Nëse i përgjigjet, domethënë nëse njeriu punon me atë dije, cilën e ka marrë, atëherë ajo qëndron edhe dija. Nëse jo, atëherë largohet edhe dija. Domethënë dija është edhe ngushtë lidhur me veprën. Është ngushtë lidhur me veprën, për arsye se nëse dëshiron që më të mbetë ajo dije, me pas ti bereqet për asaj dijes, atëherë duhet me vepru me atë dije. Ebu Qilaba, njëri prej tabinëve, ka thonë në një fjalë të tina, idha ahdath Allahu laka ilman fa ahdith lillahi ibadatan wa la yakunu hammuka an tuhaddith an-nas bihi. Ka thonë, nëse Allah azza wa jalla ta lehtëson ty me marr ilm, ndonjë ilm, çfarë do ilmi që të ka dhënë Allah azza wa jalla, atëherë me atë ilm ti domethënë bëni Allah azza wa jalla adhurim me atë ilm, adhurim të caktuar, një adhurim të ri, dhe mos e bëj synimin tënd vetëm mi u kallëzu njerëzve ato që ka ke mësu. Sa i përket selefit, dihet ka raste të ndryshme. Një përmenëm një rastin e Aishës radiallahu anha, mirë po nëse i përmenëm raste të ndryshme, atëherë kemi shumë raste, bile ky libër i Khatib al-Baghdadit, edhe librat e tjerë, edhe në kohët bashkëkohore, ka edhe në gjuhën shqipe që domethënë është libri Jetësimi i dijes, që trajton këtë çështje. Edhe ka pra raste të ndryshme të selefit. Mirë po duhet me përmbyll me një fjalë të Abu Abdurrahman as-Sulami, që ka qenë njëri prej tabinëve, që thotë حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات ولا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العمل والعلم. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كثان أبو عبد الرحمن السلمي نكان ترجو ata që na mësonin pe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ata kur merrnin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 ajete, kur I dëgjonin nga ai 10 ajete, nuk kalonin te ajetet e tjera, te 10 ajetet e tjera, derisa të mësonin se çka përmbajnë këto ajete për dijes edhe për veprës. Edhe thot, kështu e mësuam dijen edhe punën, edhe punum bashkë me ato së bashku. Sa përket selefit, tham ka raste të ndryshme. Mirë, po përmendi vetëm një fjalë të Imam Ahmedit. Është një fjalë e tij që ka thonë, çdo hadith që kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kom punu me ta, saqë më ka arrit një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bëu hijamën dhe pastaj atij që e ka bëu hijamën, domethënë ka qenë ka pasur emrin Ebu Tajba, thotë e ka dhënë 1 dinar, thotë edhe unë e kam praktikuar të njëjtën gjë. Nuk ka pas Imam Ahmedin është nevojë me bëu hijamën, mirë po vetëm me praktikuar sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thotë e kam bëu hijamën edhe ja kam dhënë atij hijamxhiut, atij që ma ka bëu hijamën, thotë e kam dhënë 1 dinar. Kjo është, domethënë, prej edukatës së kërkuesit të detyrisë. Dhe nëse njeriu angazhohet me punë, atëherë nuk ka me bëu edhe pyetje të shumta, se ka njëherë njerëzit e ndryshëm dëshirojnë me bëu pyetje edhe çka nuk duhet më pyeten, ose nuk është e mirë që të bëhen asnjë pyetjesh. Për shembull, ka njerëz të ndryshëm, për shembull, që I pyesin hoxhallar të ndryshëm rreth çështjeve të gajbit. Për shembull, disa prej njerëzve ka pyet një hoxha në Arabi Saudite, ka thonë se cilët janë sa fëmijë ka iblisi, cila është gruaja e iblisit. Domethënë çështje për të cilat nuk ka veprim në to, nuk ka diçka që lidhet në ndonjë vepër me to. Për këtë arsye njeriu muslimani, besimtari, kërkuesi I dijes duhet të interesu për me pyet për ato çështje që ka veprim rreth tyre. Domethënë çka ka urdhëruar me to Allah azza wa jall, ose çka ka ndaluar Allah azza wa jall nga ato që ti ato urdhat në vepru ato ndalesat më largu prej tyne. Nuk është mirë, nuk është e pëlqyeshme, është e qortueshme me pyetje të cilat nuk të hyjnë ty në jetën e përditshme. Boll ka pyetje të cilat neve na hyjnë në jetën e përditshme. Bile njerëzit shpesh edhe nuk pyesin asnjë pyetje. Po interesojnë çështje të ndryshme, të cilat as nuk interesojnë, nuk kanë të bëjnë me to në këtë dunja as në ahiret, po ashtu pyetje të cilat kanë të bëjnë zakonisht me gajbin. Për këtë arsye, nëse njeriu angazhohet me punë, atëherë s'ka nevojë ose s'ka me pas edhe vakt
u interesu për çështjet e tjera, se puna çështja e tij është për me vepru. Çështja tjetër ose edukata tjetër e atina i cili dëshiron me kërku dituri, edhe ka marrë rrugën e kërkimit të diturisë, ose atij i cili prezanton në përderse, është me zgjedh shoqërinë e mirë gjatë kërkimit të diturisë. Për arsye se përgjedhja e shoqërisë e mirë ka ndikim. Se shoku i mirë të nxit ty me mësu, të nxit me punu, edhe të ndihmon. Të ndihmon shoku i mirë. Ndërsa shoku demel, shoku i keq, ai vetë të largon ose të dembelon edhe më shumë. Të bën dembel edhe më shumë. Për këtë arsye njeriu dietarët këtu një herë kërkuesit e diturisë kanë porositë që me përzgjedh shokun e mirë. Çdo më thonë me pas shumë shok gjatë kërkimit të diturisë, mirë po ata që e ki, 1 ose 2 ose 3, me konë shok i mirë, në cilën ti ke me i përsërit mësimet, edhe kam të nxit ty me i praktiku që ato çka i keni marrë së bashku. Në qovë se sheh që je dembelov, atë edhe të nxit, edhe ta largon këtë farë dembelie, edhe në qovë se po sheh që ki vullnet, të nxit edhe më shumë. Të nxit edhe më shumë, nuk ka hased, nuk ka xhelozi ndaj teje, po nxit edhe më shumë. Edhe teje po ashtu e nxit ato. Për këtë arsye, selefi pra i kanë porositë nxënësat e dijet që ata të përgjigjen shoqërinë e mirë. Ta marrim shembull Musajin alayhis salam. Tregimin e Musajit alayhis salam kur i ka kërkuar Allahu azza wa jall më jap një vezir, më jap një njeri nga familja e tina, Harunin, si mbështetës të tina. Pse? Thot Allah azza wa jall në Kur'an, thot waj'al li wazira min ahli Harun akhi, ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Çka ka thonë Musa, çka i ka lutë Allah azza wa jall, se ku dërgu të Faraoni, të një ai tirani, zullumçar i madh, edhe ka pas nevojë për një mbështetës, një ndihmës. Thot më sakton një ndihmës, një vezir nga familja ime, Harunin, vllaun tim. Thot forcome me ta shpinën time, domethënë forcome me ta dhe e bëja ata ortak në misionin tim, se edhe Haruni ka qenë pejgamberi i Allahut azza wa jall, në mënyrë që të kejnu sabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira. Çka është qëllimi? Që më të bëtë tasbih, më të madhëru, më të lartësu edhe më shumë, edhe më të përmend ty më shumë. Qëllimi dhe më thonë që me cakto mu një mbështetës, një vllontin që do të jetë mbështetësi imi, një shoki imi, i cili do të merr pjesë bashkë me mua në këtë mision, në mënyrë që më të madhëru edhe më shumë, edhe më të përmend ty edhe më shumë, o Allah, sepse ti je ai i cili neve na shikon. Je ai i cili neve na shikon. Pra, Musa alayhis salam qëllimi që e ka lutë Allahun azza wa jall ka qenë që me pas këtë shok, vllaun e tij si shok për me bëj ibadet Allahun azza wa jall. Pra si sa tham shoku i mirë është ai i cili të nxit. E jo ai i cili ty të dembelov edhe më shumë. Nxënësit e dijes, ata të cilët kërkojnë dituri, të cilët prezantojnë në përderse, të cilët merren me kërkimin e diturisë. Pa marrë parasysh, a janë talebe, a kanë marrë rrugën e kërkimit të diturisë për shembull në vendet e ndryshme, duke shkuar në vendet arabe, apo edhe këtu, po edhe njerëzit të cilët prezantojnë edhe të cilët janë të interesuar për dije, edhe këta janë një farë lloj talebe, kërkues të diturisë. Bile nganjëherë mundem i të kalu disa të tjerë, disa talebe të tjerë nëse kanë zell edhe po janë përkushtuar më shumë. Mirë po këta do të me konë të sinqert me njëri tjetrin, edhe do të ajo vllazëria e tyre jo me konë për interesa, jo për me dash vllaun e vet për interes, ose për diçka të kësaj dunjaje. Mirë pa dëm vllaun e tina edhe është vllau me ta për arsye se ka bashku një qëllim, një ideal, e i cili është së pari, domethënë feja Allahut azza wa jall, pastaj edhe kërkimi i dijes. Edhe vllau ndaj vllaut ka obligime. Sigurisht që ti ke obligime ndaj vllaut tën, edhe ai ka obligime ndaj teje. Njëri prej atyre dietarëve thot inna asdaq wa ajmal ma takunu al-ukhuwa idha kanat fi talab al-ilm. Thot vllazëria më e sinqert dhe më e bukur është ajo që krijohet gjatë kërkimit të diturisë. Domethënë vllazëria më e sinqert është kjo për kërkimin e diturisë. Kjo është vllazëria më e sinqert edhe më e mirë edhe më e bukur. Mirë po, çush me forcu këtë vllazëllak, i cili është për që i bashkon dija. Domethënë kërkimi i diturisë, çush me forcu këtë vllazëllak. E para, me dosh
për ta ato që ka e dënë për vete. Njëna, kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do të ndalemi këtu. Ruaju mos armiqëso ndonjë prej vëllezërve të cilët kërkojnë ditori ose të cilët janë të interesuar edhe po prezantojnë në përdesë, janë të interesuar për dije. Mos armiqëso ata, mos i urrej ata, mos fol keq për ta. Sepse ndodh që dikush prej tyre me kon pe javliave të Allahut azza xal. Pe atyre të cilët janë evlia, çka do të thonë evlia, të devotshëm, që Allah azza xal e ka miqësuar. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ata të cilët janë që besojnë Allahun azza xal dhe janë takva. Ndodh që një vëllai i vëllai i tillë me kon edhe ti me anisu, masanej më bëu sebab që Allah azza xal mos shpall luftë, sepse Allah azza xal në hadithin kudsi ka thënë men aada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ai cili ma armiqson veliin tim, ato që është për javliave të mi, atëre i kom shpall luftë atina. Për këtë arsye ruaju mos armiqso, edhe mos e urrej dikon i cili është kërkues i ditorisë, edhe i cili është i devotshëm, sepse ndodh që ai me kon për javliave, pastaj armiqësimi i tij ja kërkon që bën që Allah azza xal më të shpall luftë. Është një rast që e tregon Sheikh Shankiti. Sheikhu jon, Sheikh Shankiti Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, që është një prej dietarëve të mëdhenj në Arabinë Saudite. Thotë duke e tregu për këtë çështje, domethënë që mos më armiqësu dikon, se ndoshta bëhet sebeb që ai armiqësimi ose nënçmimi i tjetrit bëhet sebeb që Allah azza xal mos më çu bereqet në dije. Thotë ky rasti që po tregoj, thotë sheikhu, thotë ka ndodhur para meje. Unë jam prezant, domethënë jam që kam marr pjesë edhe di ngjarjen vetë që na ka ndodhur. Thotë ka qenë një talebe atëherë kur kanë kërkuar dije, pra se më bë dietari madh, mirë po kanë kërkuar dije, domethënë te hoxhallar të ndryshëm ka thonë thotë ka qenë një talebe, një kërkues i dijes, ka thonë shumë i zellshëm. Domethënë ishte pe nxënësve më të mirë. Mirë, po ishte pak i ashpër, edhe ndoshta i pat hiv pak vetën huj atij. Thotë kur erdhën provimet, thotë njëri prej atyre që ishte prej mademelave, atyre që s'kishte mësuar shumë, prej nxënësve në fakultet, po nuk ishte që i kishte notat e mira, erdhi tek ai edhe i tha, "Ma jep ato përmbledhjen e mësimeve të usul fikut." Usul fiku është një shkencë për me pak më vështirë. Edhe ato që ka dhënë ai hoxha, profesori, ka kërkuar një farë përmbledhje, mi kallëzu shkurtimisht se çka përmban usul fiku edhe mi ia qartësu edhe mi jap ato farë shënimet. Ky o sill me arrogancë, me ashpërsi edhe nuk ja ka jap. E ka refuzuar edhe ka dëbu ato. Ka thënë, hajde më se ti për ta se demel, ti veç tash të tek aty që për me mësu. Thotë, erdhi te unë, thotë sheikhu, erdhi te unë çaj talebja, çaj demeli, mirë po, domethënë që erdhi te unë duke kajt. Edhe më tha, apo më jap çfarë çka ka shpjegu profesori, se është provimi afër, më jap mua që në mënyrë që të mësoj, edhe përgatitna për provim. Tha ja, pa edhe e kallëzova, pa ka shumë, domethënë ato provimet ato në mënyrë që të përgatitet. Më tha, e kam lutur Allahun azza wa jall që ai person që sill ashpër me mua me rapi provimit. Qysh, se kallëzon sheikhu qysh. Domethënë, thot subhanallah, thot në ditën e provimit, po vjen çaj talebja, çaj që i zellshëm, që koni parë, pet parëve, thot njëri është nervozuar, është zemruar se i provimi për arsye se kish flajt. S'ka mësuar Allah azza wa jall me u me shku në provim herët. Atje provimet domethënë janë në ora 8, në ora 7:30 varësisht edhe prej është verë apo dimër, më për 7:28. Allah azza wa jall ka bëu që ato me ndëshku për shkak të ashpërsisë që u treguai ashpër, edhe ndoshta ai tjetër ka qenë mik i Allahut azza wa jall, ka qenë evlia, që ka armiqsu ata. Prandaj njëri do të me pas kujdes. Shokun, kolegun, shokun gjatë kërkimit të ditorisë, ruaj mos më armiqsu. Se ndoshta ai që lën prej evliave të Allahut azza wa jall, ndoshta Allah azza wa jall pastaj i shpall njeriu të luftë për arsye se ai është prej evliave të Allahut azza wa jall. E treta mos ill më butësi. Mos ill më butësi me vëllezërit e tu. E katërta, natyrisht, më thonë sikurse ato obligimet e vllaut, vëllezërve ndaj vëllezërve, këto që i përmendim, mirë po do të jenë më të theksuar
në kërkuesi i ditorisë, ai që prezanton në derse me ata të cilët prezantojnë në derse, duhet më kujdes edhe më shumë. Thot, domethënë kur ta takosh vllahun ton që me prit me buzëqeshje, me fytyrë qeshur edhe jo që me fytyrë mralt, edhe duke ja kthy shpinën atij. Edhe duhet që m'ja mbulu të metat vllazëve të vet, edhe sidomos nxënësve të dijes, dhe mos me fol keq për ta, sidomos mos me fol keq për hoxhallar edhe për dietar. Për arsye se ndoshta ndodh që Allah Azza wa Jall mos me çu bereqet në dije për arsye se ka fol keq për kolegët, për shok, për nxënësit e dijes, po ka fol keq edhe për hoxhallar edhe për dietar. Për këtë arsye njëri prej dietarëve thot në një fjalë të tina, interesant thot. Disa dietarë thot kur e dëgjonin dikon që ka fol keq për disa dietarë të tjerë, i thëshin atij, kam frikë për ty që keme pas përfundim të keq, sul khatime. Domethënë kam thënë përfundimi keq, s'kemë pas përfundimin e mirë kur të vdesh. Se ke fol për dietarë për hoxhallar ke fol. Thotë edhe ai që e tregon thotë edhe kam pa njerëz të tillë që kështu i ka ndodhur përfundimi i keq i tyre. Edhe sot na në jetën e përditshme, për shembull, gjojmë persona të ndryshëm në një periudhë kohore, mua më ka rastis vet. Në një periudhë kohore ka pas disa prej vëllezërve, prej xhamatit, të cilët vazhdimisht folshin për hoxhallar. Mirë po, subhanallahu, kjo folje për hoxhallar edhe domethënë akuzimi i tyre, përmendja të metave të tyre, kështu me radhë ka bëu që ai person me deviju për rrugës së vërtetë. Shumë për tyre kanë deviju, naudhu billah. Për këtë arsye njeriu duhet më kujdes mos me fol për tjetrën, sidomos mos me fol për akiden e tjetër kurse din mirë. Kurse din mirë çfarë akide ka tjetri, atëherë jo më thon kjo është murxhi ose kjo është kështu, e është tjetri është ashtu. Dhe me akuzu hoxhallarët, me akuzu dietarët, me akuzu nxënësit e dijes, për arsye se kjo bën që më u largu bereqeti i dijes. Bereqeti i dijes. Bile një prej ajeteve kuranore që dietarët e kanë nxjerrë këto që po them, është ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Thot Allah Azza wa Jall, në një ajet kuranor thot ata janë që Allah Azza wa Jall i ka mallku, i ka shurdhu, i ka bërë të shurdhër që mos me dëgju hakun dhe ju ka vërbu sytë që mos me pa hakun. Kujna, dhe më thonë disa personave, jo besimtarve, mirë po disa për djetarve kanë nxjerrë nga kjo ajet se çdo gjunah i cili është gjunah që sjell mallkim, që e ka mallku për shkak të atina gjunah Allah Azza wa Jall ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e godet ky gjunah njeriu, do të thonë kur e godet njeriu kur e bën këtë gjunah dhe godet ky mallkim, e privon ata nga meditimi i këshillës edhe mësimit. Se Allah Azza wa Jall, do të thonë, s'ia mundson me mësu të vërtetën edhe me pa të vërtetën, edhe me ndëgju të vërtetën. Pse? Për arsye se, do të thonë, ka pas aty mallkim. Prandaj njeriu duhet me pas kujdes. Çdo gjunah i cili shkakton mallkim, se disa njerëz ankohen, ja s'po muna nuk po kam për ulje namaz, nuk po ndikojnë mu mësimet, nuk po ndikojnë mu, dhe me thonë ato që ka për i dëgjaj për i ligjeratëve, ndoshta e ke bon ndonjë gjuna që në vete për mbo mallkim, e kjo është dënimi. Dhe me thonë dënimi, ulaika alladhina la'anahumullah. Këta janë ata të cilët Allah Azza wa Jall i ka bo lanet, i ka mallku, i ka largu për i mëshirës e tina, dhe asammahum e ka bo që mos me ngu hakun të shurdhë, edhe mos me pa të vërtetën. Për këtë arsye, njeriu duhet më kujdes edhe mos me bëj ato gjëra, e sidomos duhet më kujdes mos me fol për koleg, për shok, për nxënësit e dijes, po edhe sidomos për hoxhallar. Për edukatës që duhet me pas nxënësi i dijes në raport me të tjerë, se thash përgjithësia e shoqërisë, këtë ka të bëjë me edukatën e nxënësit në vetveten e tij, po edhe në raport me kolegët e tij, me shokët e tij, është që nuk do të me pas zili edhe haset ndaj tyre. E kjo zili edhe hasedi është një smundje që pak njerëz shpëtojnë prej zilisë edhe hasedit. Këtu nuk do të flasim për zilin edhe hasedin përgjithësi, po zilin edhe hasedin në kërkimin e dijes. Sa përket zilisë edhe hasedit ka ajete të shumta, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Thot Allah Azza wa Jall, apo valli kanë zili njerëzit për ato që Allah Azza wa Jall ju ka dhënë për mirave të tina. Edhe ai i cili e ka zili tjetër, e ka hased dikon për ndonjë të mirë që ka dhënë. Dikujt ka dhënë Allah Azza wa Jall dije.
dikujt ja ka dhënë famën, ka kabul tek njerëzit. Njerëzit e pranojnë fjalën e tina. Tash ka dikush që s'e ka këta edhe e ka hased atë tjetrin. Ai sigurisht se është që nuk e pranon, nuk është në pajtim me kaderin Allah Azza wa Jall. Sigurisht se thotë Allah, ky person se meriton këto, pse ja ke dhënë këtë famë ose tjetër për shembull në jetën e përditshme një pasuni ose diçka tjetër, sigurisht se indirekt edhe pse nuk e shpreh me fjalë, atëherë sigurisht se thotë Allah Azza wa Jall që ky se meriton këto, pse ja ke dhënë këtina, pse s'ma ke dhënë mu ose atina tjetrit. Kjo është për hikmetit Allah Azza wa Jall që dikujt na jap dijen, e jap atë famën, popularitetin. Për këtë arsye njeri nuk do të me pas hased, nuk do të me pas hased muslimanët për përgjithësi, sidomos nxënësit e dijes, sidomos ata të cilët prezantojnë në për derse, sidomos edhe dietarët, edhe hoxhallarët. Për shenjave të hasedit në kërkimin e dijes, të tash dikush mund me thonë, a ka shenja që dikush mundet me vrejt veten që ka hased, se ka njerë kjo është e mbrëmshme, njeri nuk e heton. Po janë disa shenja që dietarët kanë përmend që nëse njeriu e gjen ato në vetveten e vet, do të më mundu mi largu, para se më rrënjos ato në shpirtin e tina. Se kur të rrënjos shtirë është me i largu. Është sikur se një bim, ti do të me e rrënjos për fillimit, nëse nuk e hek me rrajat farbime të keqe që është mbi, atëherë gjithmonë ka me çu kry, ajo bim edhe ka herë ka mu ujit, edhe ka mu bua e madhe. Nëse ti nuk e largon edhe nuk e rrënjos, atëherë ajo bim s'ke me mujtë ti me shkull, se ka milshu atë rrojnë të thellë. Dhe Shekull Islami ka një fjalë, thot la yakhlu jasadun min hasad, wal karimu yukhfihi wal laimu yubdihi. Thot çdo trup ka hasad. Domethënë çdo njeri ka ponësi me pas hasad, me pas zili, xhelozin ndaj tjetrit. Me po thot fisniku, njeri i mirë, thot e mshef, ndërsa njeri poshtër, thot e shfaq. Dhe e biu në një fjalë të tina, thot, në çdo shoqëri ka hased. Në çdo shoqëri ka hased edhe rrallë njerëzit shtojnë për hasedit. Përveç pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Ata janë të mbrojtur për hasedit. Përveç pejgamberëve, çdo kush mundet me pas hased, po do të me këshir vetveten edhe me luftu vetveten e tina. Mundet edhe dietari me hi atina në periudhë, po dohet me e zbulu vetveten e tina, mundet edhe hoxha, mundet edhe xhamati, edhe kështu me radhë. Mirë, po dohet me zbulu edhe me e këshir a ka hi hasedi, apo a ka nxon rrojë aty hasedi, apo jo. Cilat janë ato shenjat e ziliqarit, shenjat e hasedxhiut në kërkimin e ditorisë. Nëse po flasëm për diçka tjetër në dunjë ose në mall ose diçka tjetër. Mirë po, në kërkimin e ditorisë. Qysh mundesh me dallu ose qysh mundet njeriu me ditë për veten e tij sa a ka hased as ka. Se secili pej kur vet dikush ti i thu, thot ti je hasedxhi ose ti domethënë je ziliqar, ti i thu ja naudhu billah, se kjo është smundje e rëndë. Edhe i thu ja se kam kjo për cilën po thu ti është për dikon tjetër. Mirë po, janë këto shenja. Cilat janë këto shenja? Mu gëzu kur gabon shoku i vetë. Shoku, kolega, dhe më thonë, bashkë mëshatari tina, që po prezentojnë bashkë në derse, edhe po mundohen me kërku dituri, në qovë se gëzohet kur gabon ai shoku i vetë, atëherë dije se ka një farllaj hasedi. Sepse, kënë si një farë mënyre, shoku i vetë, sikur se po e rivalizon këto, sa i përket famës edhe pozitet tek njerëzit. E kur gabon, i bjen kjo sikurse pozita këtina ju ka ngrit. I bjen sikurse pozita këtina ju ka ngrit. Që do të thotë, kur gëzohet që ai gaboj, janë në një klasë për shembull, ose në një vend, edhe mësuesi ose profesori e pyet, edhe janë të shty nga një herë 2 veta ose 3 veta me shokëve, cila është nxënësi më i mirë e kështu me radhë, atëherë nëse e pyet, edhe ai shoku i vet gabon, që gëzohet. Pse se, anë janë tash, do më thonë, nxënësi më i mirë. Kjo është shenja e zilis, kjo është shenja e hasedit në kërkimin e ditorisë. E dyta është mu gëzu kur shoku mungon, ose nuk është i pranishëm, në një mezhlis. Për shembull, në një mezhlis caktuar, 2 veta kanë marrë dije.
edhe njerëzit ka qitë krye vendit. Edhe pipysin, po interesohen rreth tyne edhe pipysin pyetje përgjigje ose po kërkojnë nga ata që me kërku me fol diçka, me majt një fardersi. Në qovë se kishin me qenë dy veta, kishin me konë bashkë, njoni kishte me fol, tjetëri kishte me fol. Do me thonë të dytë. Mirë po, kur gëzohet që ai tjetëri s'ka marrë pjesë, e bjen që ky tash me konë ma i ngritur edhe me tërhiq vërmendjen e të tjerëve. Kur gëzohet që shokët tina s'ka marrë pjesë në të mezhlis, po veç ky, edhe njerëzit po dëgjojnë fjalët e tia, atëherë bjen që hased ka në zemrën e tina. Shenja e tretë është kur dikush gëzohet kur shoku i vet përgojohet edhe përmendet për të keq. Bile ka disa që ja shtojnë edhe ato më shumë, jo që veç gëzohet, po i ndihmon tjetrit. Po që ashtu është se filan festeku ja burri keq, ka këtë metë, ka të këtë metë. Domethënë kur gëzohet që shoku i vet, shoku i klasës, shoku i dijes, që ka dhe po marrin pjesë ose tek një hoxh ose në dikun në një, domethënë po marrin pjesë bashkë në kërkimin e dijes, kur gëzohet ai në qoftë se shoku i vet përgojohet ose përmendet për të keq, atëherë dije se ky, domethënë ky përmban diçka për hasedit, për arsye se me këto sikur se dëshiron që tjetrin me nënçmu. Ndërsa automatikisht ky më ngrit para të tjerëve. Në qovë se pejshaneve është, në qovë se pytet për shokën e vet, ja ban që ashtu përgjigjen që me lom me kuptu që ka disa të meta. Ka disa të meta edhe kur nuk është në prezenca i shoku i tina, me thonë e shfrytëzon rastin për me ullë edhe për me nënçmu. Me thonë të dytë, a i s'ka kurva të meta, mirë po kjo e shfrytëzon, pja përmend dhe mja përmend diçka që me ullë me nënçmu. E kur pytet për tjerve, atëre, le me kuptu, nështë nuk është prej 100% haptazi, mirë po le me kuptu që ai shoku i vetë është, dhe me thonë, ma i ullë se sa kjo. Edhe kjo ka një fame dhe nderi më të madhe. Shejshan tjetër, e hasedgjijut në kërkimin e ditorisë është mundi shqetësu kur tjetri vlerësohet më shumë se sa ai edhe është i pranishëm. Kur janë dy veta ose më shumë se sa dy veta, shok, bashkë që studiojnë ose mësojnë. Edhe tash vjen dikush për xhamatit ose për njerëzve të tjerë dhe filan festekun për shembull e vlerëson më shumë. E don më shumë, e vlerëson më shumë, flet fjalë të mira për atë tjetrin. Ndërsa këto nuk e përmend. Në qoftë se shqetësohet e ndjen një farë lloj ngushtimi në gjaks për shkak kësaj dije se çaj person ka hased në zemrën e tij ndaj shokut të vet. Tjetra është me në vlerësu ato dijet ose dobit që i sjell shoku i vet. Ka mundësi nga një herë që më pyet dikush ose me marr pjesë bashkë dhe ose me hulumtu për një çështje. Ky më lodh ka gjë shumë. Sa arrin të një përgjigje ose të një konkluz. Ai tjetri, po, arrin. Tash, ja sjell të mirën, ky tash e minimizon atë mirë. Sikur se mos me llogarit që është diçka e madhe. A ti shkon pe tjetër kujna, kishte me llogarit që është një punë goxha e madhe, një dobi e madhe, një dije e madhe, kish më thon faleminderit Allah që po blef. Po është pe shokët tina që janë konkurrent bashkë e rivalizojnë njëri tjetrin, atëherë sikur se minimizon që mos me kallëzu që ai më i lartë dhe më ngritet se kjo është. Kjo është pejshanjeve të hasedit. Tjetra shenjë është më përpjek që mi nxirr gabimet e shokut vet kur flet. Ka herë s'ka gabime, flet, për shembull dytë janë në një mezhlis, në një ndaj, në një vend, edhe shoku ose kolega fol për diçka. Tash flet tjetri, mundohet me nxirr gabimet. Ato gabime kanë të mëdha, mirë po ndoshta janë në të shprehur, gabimet që s'ka ditë mirë, më shpreh mirë, po ato informata janë sakta. Kur janë nismi gjet gabimet e vogla shokët, domethënë po don me nënçmu atë far pozitën e tina, po don me ul pozitën e tina. Sikur se s'po don me lën këta më ngrit para tina tjetrit. Domethënë kur përpjeket që mi nxjerr gabimet në fjalët e shokut kur ai flet. Kjo është prej shenjave të hasedit. Këto janë, domethënë, shenja të hasedit. Qysh me e kuru hasedin
mes të shokëve, mes të kolegëve, mes atyre të cilët janë bashkëmoshatar. Pe përmendi shkurtimisht, edhe me këto po përfundoj. E para, mu lut për shokën tën, për kolegën tën, për bashkëmoshatarin tën, kur ai nuk është i pranishëm. Nëse i ke vrejt veten, që ki një dozë të hasedit, tash edhe doza e hasedit dallon. Të dikush është më e lartë, dikush është më e ulët. Mirë po nëse e vren disa peshanjeve që i përmendëm, e që shumë vështirë është me shpëtu njeriu pe tyne. Duhet vazhdimisht edhe hoxha, edhe xhamati, edhe të gjithë na me e luftu njëri, domethënë secili vetveten e vet edhe me largu këto. Këto domethënë këtë farë sëmundje të hasedit. Duhet më mundu. Se ajo mbi ndoshta në një formë tjetër që s'e ke vrejt. Po ti mas një kohë e vrejnë. Tash qysh me largu, e para për tyne me lutë Allahun azza wa jall, me bëu dua Allahun azza wa jall për çat kolegën, për bashkëmoshatarin, për shokën në sejdë ose jashtë, domethënë lutesh për ta. Edhe më mundu që me Allah azza wa jall më ta largu këta. Kur lutesh për ta, atëherë largohet urrejtja dhe hasedi. Kur lutet njeriu për shokën, për ata që mendon se e ka hased ndaj tina, kur lutesh për ta, Allah azza wa jall bën që edhe me pas prani, edhe ai më dash më shumë, po edhe më ta largu që të farë urrejtjen, armësinë edhe hasedin që ki ndaj tjetrit. Aja, domethënë pe kurimi i dytë, ose forma e dytë e kurimit është mu përpjek edhe mu afrua me pyet për gjendjen e tina dhe të familjes tina. Se nga njëherë hasedi shkakton që njerëzit mu largu mes tyne. S'ka ku diçka tjetër, vetëm janë konkurrent në pozitë, në famë, në diçka dhe shpikun diçka për kënë se janë përqa ose janë largu ose janë ftof zemrat. Aja në vërtet ka ndodhur për shkak të hasedit se ai tjetrit përjapet vëmendje më shumë. Atina tjetër përjapet vëmendje më shumë, këtina përjapet vëmendje më shumë. Tash e ka rrok një farë lloj zilie, një farë lloj hasedi ndaj tjetrit. Tash kur afrohet edhe me pyet për ta, me ndajt me ta pak më shumë, edhe me pyet për familjen e tina, që është njëra prej atyre metodave që e largon hasedin. E largon hasedin, domethënë pyetet edhe bile ja kthen ato të keqen e tjetrit me të mirë, sa thot Allah azza wa jall idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Të keqen largojmë me ato që është më e mira. Nga njëherë edhe dikush kur të bën keq, ti më kthy me të mirë, atëherë ajo armësi që ka pas mes jush, atëherë ai miku yt bëhet mik i ngushtë. Domethënë që ka më kthy me të mirë, me hedije ose me diçka tjetër, në këtë rast me ofruar, me ndajt me të, me interesu për gjendjen e tina, për familjen e tina, është njëra prej atyre metodave që e largon hasedin që ke ndaj tij. Me vizitu edhe me përmend vlerat e tij. Qërë këto janë goxha të vështira për nefsin. Nuk mundet me vepru këto gjithkush. Domethënë me vizitu edhe me thonë ti Allah shpërbleft, ke arrit shumë, ki posedon dije, kështu me radhë. Kjo është goxha vështirë. Mirë po, nëse njeriu dëshiron për me kuru vetveten, është njëra prej metodave. Njëra prej metodave është që me shku me vizitu edhe me përmend vlerat e tina. Ato, domethënë vlerat që i ka ai, se kështu, domethënë edhe ti e largon prej vetes tonë, pa i kallëzon atina që ti ki prapë e onë meritat, onë ti njeh ato meritat e tua, edhe largon armiqsinë që ki ndaj tina. Mos me leju përgojimin edhe me nënçmimin e tina, nëse në një mezhlis përmendet pa ai për të keq, mos me leju që ai më përgoju, edhe më nënçmu, edhe tjetra me kërku këshillën edhe mendimin e tij. Edhe nëse nganjëherë s'ki nevojë për ta. Mirë pa, çfarë ta merr mendja për këto, çfarë ta merr mendja për këto. Domethënë kërkon këshillën e tij, edhe kërkon mendimin e tina, edhe atina i zbutet zemra, edhe largohet hasedi, zilia prej personit. Abdullah bin Abbas thot në një fjalë të tina, thot 3 persona nuk mundna me shpërbly ndryshe përveç se me dua. S'mundna me shpërbly ndryshe përveç se me dua. Cilët janë këta? Thot ai i cili kur hyra në mezhlis u ngret edhe me priti me gëzim. Domethënë kur hyra në një mezhlis u ngret edhe me priti me bën i vend, me priti me gëzim, ai që më bëri vend në një mezhlis saktum, i dyti, edhe ai që kur i ndote një çështje më kërkonte këshill. Ai që nganjëherë kur ndote diçka, lypte këshill pe meje, mendimin tim, këshillën tim,
Thot nuk muna me shpërndy ndryshe përveç se me dua. Elusim Allahun azza wa jall që me na mbrojt edhe me na rujt prej hasedit e sidomos kërkimin e editorisë. Ka edhe raste të ndryshme të dietarëve që po për shkak të kohës nuk do t'i përmendi për arsye se mos me zgjat, për ndryshe ka raste të dietarëve të selefit, edhe bashkohor, të cilët kallëzojnë se çka kanë bua ata, çfarë respekti kanë pas ndërmjet njëri tjetrit, që se kanë pas hased, edhe nganjëherë kur kanë pas edhe mos pajtime të mëdha mes tyre. Ose ndoshta mund me cek këto veç një shembull. Ky është shembull bashkohor. Se më thon dikush nëse i përmend ata të selefit, atëherë ata janë kon njerëz të tjerë. Janë kon sahabë të tjerë, nas mundë me mri ata bëjnë janë kon të tjerë. Atëherë përmendën një rast të kësaj kohe. Sheikh Albani, dietar i madh, ka pas disa libra, ka shkruar disa libra, një në tyre namazit të ravive dhe një libër që kanë kundërshtuar njërin prej dietarëve të Arabisë Saudite rreth çështjes së nikabit. Ky dietar ka pas emrin Hamud at-Tuwaijiri, dietar i madh fiqhi, edhe ai ka shkruar disa libra, domethënë kundër Sheikh Albanit. Në shikim të parë, ta janë armiq të mëdhej. Ato është e natyrshme se nganjëherë në çështje të dijes, që të lejohet me mbrojt mendimin tënd, por me edukat, me kallëzu cili është haku. Ndodhe edhe me shkruani ndonjë libër, nëse ka në çat mesele, nëse ka hapësirë për mendime të ndryshme, për shembull, jo që nëse është mesela ka ixhma aty s'bën me pas mendime të tjera. Mirë po, në mesele të fikut ku ka hapësirë për mendim ndryshe, ti mundesh me mbrojt mendimin tënd me përmend argumentet e tua. Dhe nganjëherë me mbrojt, domethënë dikujna mi u duk që me mbrojt pak ma ashpër. Sheikh Albani ka pa shkruajt disa libra, edhe pa shkruajt disa libra si kundërpërgjigje ndaj këtij dietarit. Mirë po, në vitin 1410 ose në vitin 1989, në Riyadh ftohet Sheikh Albani dhe në një mezhlis të dietarëve merr pjesë edhe ky dietari Hamud at-Tuwaijiri. I ka qenë pe Kasimit ose kanë jetë edhe në Riyadh. Kanë jetë në Riyadh kohës fundit edhe janë të tina jetojnë në Riyadh. Ka vdek rahimahullah. Ky mirë po janë të tina janë që janë profesorë apo janë pe dietarëve. Hamud at-Tuwaijiri ka qelluar në mezhlis bashkë me Sheikh Albanin. Domethënë dihet ato librat që i kanë shkruar kundër njëri tjetrit me çështjet e ilmit, me edukatë dhe me çështjet e ilmit. Dhe ka qelluar në mezhlis të dietarëve dhe Hamud at-Tuwaijiri, Sheikh Hamud at-Tuwaijiri fton Sheikh Albanin me vizitu në shtëpinë e vet. Sheikh Albani i përgjigjet. Edhe masë ne viziton në shtëpinë e tina. Thot ata të planisim që kanë qenë, thot ai i cili vetëm kishte mi lexuar ato librat që i kanë shkruar kundër njëri tjetrit, kishte më thonë që ky kur s'ka me vizitu, s'kishte me vizitu, as kishte me fol. Mirë po e vizitoi Sheikh Albani, Sheikh Hamudin në shtëpinë e tina. Sheikh Hamud at-Tuwaijiri nderoi me një nderim tepër të madh, saqë ata janë çudit se çfarë nderimi i madh ka qenë pe Sheikh Hamud, që domethënë edhe jepte përparësi Sheikh Albanit në çdo çështje, në ngrënien e pije, domethënë në shumë çështje, respekt tepër i madh. Kjo është domethënë ai respekti ndërmjet dietarëve, që se kanë pas hased njëri tjetrin. Edhe pse kanë pas mospajtime. Ndoshta i kanë shkruar edhe libra për me mbrojt secili mendimin e tyre. Mirë po, ka po që ata kur takohen, pra pse pa me kon vllazën, edhe me nderu, me respektu njëri tjetrin. Me kaq po përfundojmë, sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.